Ndërsa pjesa e dytë e programit është pjesë në të cilën komunikohet me ju dëgjues dhe shikues të dashur të Radio Televizionit Pendimi. Pra, jeni të mirë se ardhur që të bashkoheni në program në numrin e telefonit +383 45 471 848, numër i cili funksionon nëpërmes Viber dhe mirëpretëtiret e juaja qoftë me zë, qoftë edhe me mesazhe të shkruara, tekste të shkruara në formë pyetje. Po padyshim rikthej edhe një herë në qendër të vëmendjes thirrjen e drejtuar nga Hoxha i nderuar që të gjithë ata haxhilerët që kanë kryer haxhin për këtë vit dhe janë dëgjues e shikues të Radio Televizionit Pendimi dhe në bashkangjiten në program, e pse jo të ndajmë një eksperiencë së bashku. Nëse veç jemi në një linjë të pastër dhe po dëgjohemi mirë me Hoxhën, unë po nis me njerë me pyetjen e parë, pyetje e cila ka ardhur me shkrim në këto momente në program. Dhe pyetja e parë na drejtohet kështu. Përshëndetje, me selam për juve në studio dhe për Hoxhën që keni ftuar. Kënaqësi që ta kemi në emision këtë Hoxhë të nderuar dhe falenderoj për ligjëratën. Ndërsa desha t'i bëj një pyetje, thot sa i përket temës të cilën e trajtuat në këtë emision lidhur me haxhinjet. A duhet, thot, që një haxhi të ketë kujdes në veprimet, sjelljet dhe jetën e tij pas kthimit nga haxhi? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit prej dëgjuesit për pyetjen edhe për interesimin e tij për ta kuptuar fenë të Madhit Zot. Patjetër se haxhiu duhet të ketë kujdes që pas haxhit të tij të jetë i sjellshëm edhe të jetë shumë më i vëmendshëm në kryerjen e qoftë obligimeve të tij ndaj Zotit, qoftë edhe e sjelljes të tij ndaj njerëzve. Unë po du me morë një tregim që një hoxha këtij qytetit ku jetoj me përmendi ditën e gjymon një ngjarje që ka ndodhur e që po du me nda me juve, pasi kanë ardhur disa haxhi të një vendi të caktuar, pra, mos me përmend emrin, ata kanë ble shumë dhurata, pra që vlen are atje edhe dhurata të çmueshme, thot edhe kur janë kthy pra në kufi për me ardhur në vendin e tyre, në dogan i kanë dalë policia edhe ju ka thonë se thot gjanat e çmueshme që i keni thot për me i doganu. Thot ata që kanë gjana të çmueshme thot për me dalë me i doganu, edhe ata të cilët nuk kanë le të qëndrojnë thot këtu ku janë. Thot edhe asnjëri prej tyre thot nuk ka dalë për me dalë me i doganu gjanat, me pagu doganën e tyne që i kanë, domethënë, orat, arin, çafore, e kështu me radhë pra çka ka prej dhuratave që i kanë sjell. Kjo na jep një shenjë që domethënë ai pse ka shku me kry haxhin, përsëri ka met ajo pjesë e xahilietit, e ignorancës personit në fjalët e personave, në fjalë që mundohet me ik tatimit të shtetit edhe doganës e kështu me radhë. Andaj duhet me pas shumë kujdes personi i cili kthehet prej haxhit, pra se thamë personi i cili kthehet sikur dita që e ka lind nona e tij. Mirë po, nëse ik shtetit, nëse ik tatimit, nëse tjetrit i hin në hak, nëse tjetrit i bën pa drejtësi, nëse tjetrin e fyn, nëse tjetrin e vjerë, si kur rastin që përmenëm atje me radhë, këto nuk i takojnë një haxhije. Andaj, haxhi është për me e përmirësu njerin, për me ndreq njeriu raportin e tij me Zotin e tij, mos me bo dhe më thonë gjona të tilla të cilat ja ulin vlerën haxhit
dhe e paksojnë shpërblimin edhe njerëzit pastaj le të flasin pra keq për ta. Unë po du po ashtu me përmend edhe një rast që ma ka përmend një shok për një komunitetit të saktuar, ai që ka qenë në haxh atje, e din se janë do më thonë tavafet si rrotullim me rrethqabës, do më thonë janë 2-3 tavafe ma shumë me bo e vullnetare këtu në radha dhe një prej hoxhallarëve i thot xhamatit hajde me bo haxhin, bra me bo tavafin që kanë shku aty, tavafin e umrës, tavafin e haxhit, tavafin lamtomerës, pa disa herë tavafa dhe në botë haxhit pa kallabllakshëm, edhe njëri prej haxhive tavafin lamtomerës thot ka thonë nuk muj me bo. Nuk buban pa e bo, thot pa tjetër duhet me bo, thot të tavaf. Thot nuk muj me bo, thot se jem lodhshëm. Hoxha po thot nuk pranohet, thot haxhi. Shërë në qka ka thonë kjo haxhi. Thot, o hoq, thot kur të kthejna unë edhe ti, thot kur zbret aeroplane, thot në venin tonë, thot ata që kanë dalë me në prit kanë me thonë erdhen haxhit. Pra, më thojnë haxhi edhe mua edhe ty. Edhe pse se kum kryu në këtë lloj tavafit, ata nuk e din. Pra, kanë dash me thonë që me rëndësi tjetë po thojnë haxhi e unë çka kum bo për mua nuk është problem. A kum bo tavafin a nuk e thonë. Kjo është gabim. A kupton për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë kush e kryen haxhin, haxhul mebrur, haxhin e pranuar, pra me kry gjitha obligimet, me u pastru me Zotin, me kërku falë taj, me vendos me u bën njëri, me akthy njerëzve haqet që u a ke morë dhe me vazhdu me qëndru në këtë rrugë. Jo veç e kryta haxhin, edhe grahet ashtë në zezat bënë. Mirë po, me u mundu, me u përmirësu, se njeriu po kthej sikur kur ka lind prej nanës si, andaj le të vazhdoj, le të jenë, e nuk ka mundësi me qëndru njeriu të njëtën pa mëkate, pa gjunohet, se Zoti nuk e ka kriju njerin kështu, mirë po, e me u mundu s'paku me qenë ai cili e mbron pro haxhin ose e mban ato që e ka kryer dhe mos jetë ai cili pro del hapës dhe e kundërshton krejt ato të cilën e ka kryer pro haxhin me veprat e. Ne kuptoj. Mirë, do të vazhdojmë me pyetje të tjera të cilat kanë arritur, kryesisht ka pyetje të cilat janë të sferave të ndryshme, por që përmbajtjen bazike dhe kryesore e kanë Islamin edhe prandaj do t'i lexojmë edhe të tjera që kanë arritur. Një shikuese na përshëndet, selamu aleikum për juve dhe për hoxhën dhe deshta të ju pyes, në Kosovë, thot këtu, pas here nga supermarketet në të cilat blejmë ushqime, organizojnë lojra të ndryshme shpërblyese. A është haram, thot, të marrësh pjesë në to, duke pas parasysh që, thot, me logjikën time, unë nuk po investoj për lojë, por po marr gjërat e domosdoshme për familjen, dhe njëkohësisht po mipet një kupon me të cilin bëhem pjesëmarrëse e lojës shpërblyese. Nëse në rast që fiton, a konsiderohet haram marrja e atij shpërblimi? Unë kisha pas dëshirë që pyetjet që i takojnë Kosovës, me i bo pyetje hoxhallarëve cilët jetojnë në Kosovë, pasi që unë nuk jetoj në Kosovë dhe mund t'i gabojnë ndoshta përgjigjet, ato që janë të përgjithshme ndoshta besoj është mund të përgjigjen dhe për ato të cilat i takojnë një vendi të caktuar, mendoj se ka hoxhallarë të cilët vinë prej Kosovës në misione tjera dhe mund të përgjigjen duke mos anashkalu këtë pyetje mirë, po besoj që hoxhallarë të cilët jetojnë në Kosovë, këto çështje i trajtojnë më mirë. Në specifikisht. Në rregull, shpresoj që do ta kemi parasysh për edicionin tjetër këtë pyetje, do ta ruajmë me ndonjërin nga hoxhallarët këtu në Kosovë, do të marrni përgjigje e nderuar dëgjuese. Ndërkohë ju ftojmë të marrim telefonatën e parë për këtë program, nëse kemi në linje. Po. Selamu aleikum, mirë se erdhët. Selamu aleikum, am dëgjoni. Përshëndetje për ty edhe nderime për hoxhën, shumë i bukur, shumë i qartë. Allah është përbleft.
Faleminderit shumë. E përshëndes vllau Kadrushin nga Vushtria, për ndryshën nga ulmi i Gjermanisë, edhe ty edhe ato, edhe deshta me pyet diçka, a ka mundësia, jo Miranda, Po, jo. po ju dëgjojmë. Pikojt ke ky hoxha nip? Hoxhën e kemi në Hoxha është Gjermani. po në Gjermani, Që prej në në Shpebish qytet, veç ata Gmünd. deshta me thirr. Shpebish Gmünd. Shpebish Gmünd në Edhe po më të intereson nga cili qytet, që ka hoxha me mundësi. Ju përshëndes për një selam aleikum. Po. Faleminderit. Aleikum selam, Kadrush, edhe ne të përshëndesëm. Unë kam qenë aty te ju në Olm, pra te dy xhamiat që janë atje. Kam bajt edhe ligjerat, ndoshta nuk kujtohem, sido që tjetë, unë jam i Gjilanit, jetoj që afërsisht 6 vite në 5 vite e gjysmë në Gjermani, jetoj në qytetin e Shpebish Gmünd. Po. Besoj se kemë Besoj se ka të qartë të përgjigjen. Okej. Deri në ndonjë telefonat tjetër do të vazhdojmë me pyetjet të cilat kanë arritur me shkrim këtu në studio. Thot selam aleikum, Avni dhe Hoxhën e përshëndesim duke e falenderu, dhe nëse do të ishte e mundur që ta kemi edhe në ndonjërin nga emisionet e ardhshme, sepse shpjegimi i tij për temën ishte i bukur dhe shumë i këndshëm, e shumë i kapshëm për logjikën. Të paktën thot ky është mendimi im. Ndërsa pyetja ime thot ka të bëj mbi shëndeti dhe sprovat mbi shëndetin. A konsiderohen thot si dënim nga i Madhi Allah apo si sprov për njeriu? Allahu e shpërbleft motën e saj për vlerësimin që bën, mundohemi me qenë atë të cilët i shërbejmë fesë të Zotit, me ato që në ka dhënë Zoti prej diturisë, e ato që qëllojmë është prej Zotit, ato që nuk e dim dhe gabojmë është prej meje dhe prej fitonit. Sido që të jetë, kthehemi në përgjigjen për motrën në fjalë që ka bërë këtë pyetje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, nderuar motër, është ai që ka ditë më së miri me na tregu për fenë e Zotit. Nga se kështu e ka mësu i Madhi Zot te barek ve taala. Dhe të çdo fjalë ai që ka folë ka qenë vahi, ka qenë shpallje për i Madhit Zot. Andaj i Madhi Zot e ka bërë që pejgamberin alayhi salatu wasallam me lënë mësues të njerëzimit, me lënë mëshirë për gjithë botën. E kur ti po pyet këtë pyetje, dije se përgjigjen po e gjen prej pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka thonë ai i bekuar alayhi salatu wasalam, ka thonë ajaban li amri al-mu'min, po është shumë çudi me punën e besimtarit. Inna amrahu kulluhu khair, po çdo punë e besimtarit po është hajër. Çdo gjë që i ndodh besimtarit po është hajër. I godit një sprov, thot ai duron dhe thot Zoti e shpërblen, thot ja çon Zotin i të mirë, thot dhe falenderon Zotin, ai e shpërblen. Pra, godet një sprov, duron, thot Allahu shpërblen. Ta çon Zotin i të mirë, thot e falenderon ti Zotin, Zoti përshërit. Do të thonë shpërblen. Pra, ndront se të çojë të mira ose se të çojë të prova, ti je fitimtar në fenë e të Madhit Zot te bareke ve taala. Sa që pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka fol, ka thonë qoftë edhe një therr nëse i hin besimtarit në kom, thot Allahu thot ka për t'ia falë më fatet. Që në sa i mëshirshëm është i Madhi Zot te bareke ve taala me robërit e tij. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziu ka thonë Allahu e mëshiroft, thot jo çdo herë thot Allahu i çon sprova robit, thot li yu'adhib, thot nuk i çon Zoti sprova robit për ta ndëshku, thot walakin li yuhadhib, thot i çon sprova robit për ta edukuar ato. Çon Zoti sprova për me të edukuar, thot waliyaghfir Allahu lahu, thot dhe i çon Allahu sprova
për t'i falë robit mëkatet e tij, për t'ia ngrit vlerat edhe pozitat robit tek i madhi Zoti te bareke. Andaj besimtari nuk duhet ta marrë sprovën e cila e ka goditur si dënim dhe ndëshkim nga i madhi Zot, se këtu në mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam, por e kupton se është falje nga Zoti, pra falje mëkatesh, është ngritje e derexhesh pra shkallëve tek i madhi Zot, pozitën e tij dhe është prej gjonave e të mira që besimtari nëse bën sabër, pra i madhi Zot ka për ta shpërbly në këtë botë dhe ka për ta fal botën tjetër dhe për ta tuar në xhenet. Sa që pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith ka thonë, thot kur do t'i ringjall Zoti ditën e gjykimit ata të cilët i ka sprovuar në këtë dynja. Pra Zoti ka me i ringjall njerëzit botën tjetër. Thot, dëgjoni subhanallahu çfarë përshkrimi pejgamberi alayhi salatu wassalam thot. Po llogaritën me njëon ata që ju sprovu dhe në anën tjetër ata që nuk janë sprovu. Thot, prej shpërblimeve të mëdha që Zoti ja jep atyre që i ka sprovu në këtë dynja, kur i shohin këta që nuk janë sprovu në dynja, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, thot ta që nuk janë sprovu në dynja, thot kanë me pas dëshirë edhe kanë me thonë, o Zot, sikur na kishe sprovu edhe neve në dynja, thot të kishim duru, thot e të ishim shpërbly në botën tjetër që shitu i shpërbly këta të cilët i ke sprovu në dynja. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se çështja e besimtarit çdo herë është hajër, çdo gjë që e godet besimtarin është hajër, si në jetë, si në punë, si në çdo forë tjetër, andaj besimtari duhet jetë ai që ta kupton porosinë e Zotit, ta kupton fenë e Zotit, mos të dëshpërohet nga provat që e kanë godit, por të merr mësim nga ato, të largohet prej mëkateve, të kthehet tek i madhi Zot, të pendohet me pendim sinqert dhe të llogarit shpërblimin që ka për ta me shpërbly i madhi Zot, dhe patjetër se do ta gjej premtimin e Zotit i cili e ka premtuar pra në këtë botë. Besoj se mjafton me kaq. Po shpresoj që edhe shikuesi është ndarë i kënaqur me përgjigjen. Mirë, do të vazhdojmë në mirëpritje të thirrjeve tuaja të dashur shikues e dëgjues në +383 45 471 848 në Viber, mund të inkuadroni me anë të thirrjeve me zë, njëkohësisht mund të shkruani mesazh tek po i njëjti numër në Viber dhe tek rubrika dërgo mesazh tek webfaqja e Radio Televizionit Pendimi. Këto janë informacionet të cilat pas here shfaqen edhe në ekranet tuaja, pra numrat e telefonit dhe kontakti e mënyra që ju të inkuadroheni mund t'i gjeni edhe të shkruara. Ndërkohë do kalojmë edhe tek pyetje tjetër e cila ka arritur në program, dhe pyetje e cila ka të bëjë pikërisht me temën të cilën po e trajtojmë. Thot, kam dëgjuar nga ju o xhallarët që keni potencuar si hadith ose thënie të Muhamedit alayhis salam se njeriut kur i vije ftesa për në haxh është i përzgjedhur nga i madhi Allah. Ne her pas here thot shohim që shkojnë disa njerëz që në dukjen tonë janë nga devotshmëria më pak të devotshëm se sa disa të tjerë. Si mund të na e shpjegoni këtë? Po, pyetje me vend. Devotshmëria është gjë e fshehur, nuk e di apo dëgjohet. Devotshmëria është gjë e fshehur e cila njeriu e bart në zemrën e tij. Ftesën e të madhit Zot te bareke u teala, nëse Zoti ja bën robërve të tij, nuk don me thonë që Zoti një rob të tij e anashkalon nëse nuk ja mundson me shku në haxh, sepse nëse nuk e fal Zoti edhe këtë më të padevotshmin që po llogarit me neve,
kush ka me fal tjetër për Zotit. Andaj, ky është ndoshta më parimor me shku në haxh e me i la gjunahet e tij e me u kthy tek i madhi Zot, a kupton, se sa dikush që mendon pra që është ndoshta më shumë i devotshëm. Nga se ky që është më shumë i devotshëm, ky është një njeri që e ka kuptu fenë dhe e praktikon më mirë edhe me përzon ndoshta këto prej xhamies, ky përsëri ka me hy për 10 për dere e hin për dritare. Ndërsa ai që është më pak i devotshëm, kushtimisht po them në synin ton, ndoshta mund të jetë ai i cili Zoti e ka thirrë për me ja shtu devotshmërinë, për me ja fal mëkatet e tij, për me kthy lutjen e Zotit. Andaj devotshmëria është diçka që na nuk duhet të futemi në këtë temë duke i gjyku njerëzit se cili është më i devotshëm, cili është më pak i devotshëm. Për atë arsye Hasan al-Basriu, Allahu e mëshiroft, kur është pyet për devotshmërinë, llogaritni ju, Hasan al-Basriu që ka taku sa prej sahabëve, ka thonë, kur dalun në rrugë, pra kur ka folur për devotshmërinë, ka thonë, çdo konin që e shoh në rrugë, po të them është më i devotshëm se unë. Pavarësisht dukja e tina, pavarësisht qenia e tina kush mund të jetë, devotshmëria është mes njerit dhe Zotit dhe na nuk mund me gjyku. Ndoshta mund të duket me një pamje shumë të keqe, po ku e di çfarë lidhje ka mes tij dhe Zotit, ku e di çfarë punë ka të mira mes atij dhe Zotit. Andaj, nëse na e shohmi në këtë gjendje, ndoshta Zoti po e thirr ato që me e kthy dhe me e pendu dhe me u bë më i sinqert dhe më i devotshëm, e neve ndoshta që mendojmë që jemi më shumë devotshëm, pra nuk do me thonë që Zoti na ka privu neve prej mirësisë së haxhit, e ka qua ato mirë, po Zoti i zgjedh kanë ai e shef të arsyeshme dhe kush shkon, pra është një mirësi e Zotit, që ka mundsu Zoti, e kush nuk shkon, le ta lut Zotin që le të shkojnë viteve tjera, nga se i madhi Zot te bareka taala me rahmetin e tij i mëshiron robërit e tij qysh ai pra din më së miri. Padyshim. Mirë, do vazhdojmë edhe me dy pyetje të fundit që kanë arritur me shkrim. Pyetja parë është kogja aktuale dhe është e momentit, ndoshta e ditës së sotme. Në Kosovë thot po zhvillohen zgjedhjet dhe gjatë ditës së sotme ishte ditë votimi. Disa video që kalova thot në rrjetet sociale e pash se disa hoxhallar thrasin të mos dalesh në votime. Ndërsa disa të tjerë thonë është e drejtë e jona që të dalim votime dhe të zgjedhim udhëheqësit më të mirë për popullin tonë. Çfarë mendoni, thot, është e drejtë që të dalim në zgjedhje në Kosovë dhe a duhet që me votën tonë thot të vendosim për vendin ku jetojmë? Përsëri pyetje e cila i takon atyre cilët jetojnë në Kosovë. Okay. Unë mendoj se kur jetojmë në një shtet që jetojmë, nuk ka mundësi me ndryshu ato që neve dojmë arrit pos me votën tonë. Andaj, unë e shoh që duhet me dal, duhet me votu, kanë me votu ato cilën e ta mërmendja që nesër ardhmërinë tonë, ta përmirëson po të vendit tonë, pesë tonë, të kumbit tonë, lirin cilën njeriu duhet me e gëzu, nëse kam me të kohë, do më thonë, ende për me votu, ata cilët janë për me votu le dalin, dhe nuk ka mundësi pra me ndryshu gjonat, pos duke vendos qytetar, pa duke përdor një të drejtë të tyne të cilën pra e garanton edhe kushtetuta e vendit ku ata jetojnë. Allahu e di më së miri. Amin. Mirë, qartë kjo përgjigje, ndërsa pyetja e fundit që ka arritur, na përshëndet shikuesi me selamu aleikum, thot,
një pyetje e cila është edhe shqetësim personal i imi, thot, jam fan si jashtëzakonshëm i sportit, e sidomos i futbollit. Thot, ja, si për shembull në rastin që po flasim tash, unë po e përcjell ndeshjen që po luhet në Prishtinë. Desha të ju pyes, thot, a ka thot në ndonjë të keqe thot që jam kaq i pasionuar ndaj futbollit, apo duhet apo si duhet të veproj thot në këtë raste kur kjo dëshirë e madhe për të përcjellur futboll më është bërë shprehi? Dëshirat e njerëzve janë të ndryshme. Çdo dëshirë që e kundërshton parimin fetar, ajo dëshirë duhet të mirët me rezervë. Në këtë rast, tonin nëse të shikuarit ose të përcjellurit e një ndeshje, do më thonë kur vjen koha e namazit, ose kur i ki obligimet e tua, qoftë punës, qoftë jetës, thirr nona, thirr baba, ki obligime ndaj grujës, ndaj fëmijës, ndaj obligimeve familjare, qytetare, e kështu me radhë, do më thonë e len një obligim që e ki duke u marrë me një diçka që është e dorës dytë dhe tretë, e kështu me radhë, jetu gabushëm. Do me thonë, to du të me pas kujdes. Ndërsa nëse në kohën e lirë, kur e ke, mas i kryen punët e tua, obligimet e tua që i ki ditës edhe të jetës që i ki para njerëzve, para Zotit, edhe në kohë të lirë, e përcjell një ndeshje futbollistike, e kështu me radhë, ndoshta edhe luan, mendoj është ende më mirë, sepse nëse qëndron ti në shtëpi vetëm ulur, do me thonë kjo nuk është sikur me dalti me vrapu dhe me e zhvillu trupin tënë. Mirë po, sido që tjetë, nëse ti je aq i pasionuar pas një ekipit caktuar, mundohu me e reduktu që mos jetë jeta jote e gjitha e fokusuar në një klub të caktuar që fundja ti ndoshta e knaq momentalisht vetën tonë dhe mirë po lën shumë gjona ona, shumë obligime që ke studiem, ndoshta ke punë, ke shumë gjona të cilat do më thonë i ke obligime nuk merresh me to. Unë në ditë u takova me një person, edhe po tregon për një të afërm të tij, thot jeta e tij thot ka qenë vetëm shah. Pra vetëm shah, sa nuk ka ditë me bërë diçka tjetër. Do më thonë, kjo është një diçka që është e gabume. Ti mund është me lujt në kohën e lirë, mirë po mos me i kry obligimet e jetës tonë, cilat e ti ke, mos me i kry obligimet e Zotit, mos me i kry obligimet familjare, mos me i kry obligimet qytetare, mos me i kry gjona cilat do më thonë është ardhmja jote, qoftë e punës, qoftë e jetës tonë, qoftë e ahiretit, po kupton, krejt të me ilonona shë me umar, veç me një gjotë saktu, me kjo, besoj se është pak e tepruar, andaj, mundohu ta reduktosh miru me diçka, cilat dë bën dobi, qoftë për dynja duke mësu, ndonjë shkencë të saktuar duke umar, ndonjë aktivitet, po qoftë edhe punë të fesë, të cilat pra të ngritin me shpërblime tek i madhi Zot të bareke ve teala, e kjo është puna më e mirë. Allahu e di më së miri. Mirë. I nderuar Hoxh, këto ishin edhe pyetjet e shikuesve dhe dëgjuesve tanë që kanë arritur deri në këto momente. Ne rrjedhimisht jemi në çastet e fundit të programit. Nëse ju keni ndonjë mesazh për mbyllës për këtë program, me shumë kënaqësi do e dëgjonim. Përndryshe, ne ju falenderojmë shumë për kohën që ndat bashkë me ne, për këto minuta që ja kushtuat shikuesve dhe dëgjuesve të Radio Televizionit Pendimi, ishte nder dhe kënaqësi e veçantë për ne. Po, edhe për mua ishte një nder dhe kënaqësi, respekt për juve, stafin tuaj të Radio Pendimit, dhe Zotin që t'ju shpërbej gjithë ata që kontribuojnë, gjithë ata që na mundsojnë që neve prapa ekraneve të ju përcjellim.
ajo që pata me temën së fundit të paraqes ishte që gjithë ata të cilët kanë pritur haxhi, pra kjo deshta ta them në fund temës, por nuk më dha mundësia, është që t'i bojmë ata të cilët kanë ardhur prej haxhit, t'i presim me kënaqësi, sepse kanë shkelur në ato vende të bekume, janë kthyr me emrin e Zotit me mëkate dhe gjunohe të falura, t'i presim me sjellje të mirë, t'i presim me edukat, t'i kërkojmë prej tyre që të luten për neve, nga se janë në këto momente pa mëkate, dhe Zoti ju përgjigjet atyre më lehtë, edhe pse i përgjigjet Zoti edhe tjerëve, edhe t'i bojmë që me uni ata komodëve na kanë mungu shumë, edhe tutemi që jemi edhe ne, domethënë viteve tjera, prej atyre që e kryjmë haxhin. Une kom pas fatin që studimet themelore, domethënë i kom përfundu në Medinë, dhe kom pas mundësinë që disa herë me krye edhe haxhin, pas to dhe umrën, dhe është një ndjenjë, ashtu që që thash në fillim, që vetëm ai i cili shkon në ato vende e ndjen kënaqësinë e këtyre fjalëve që unë po i them. Andaj lë Zotin që gjithë ata që kanë dëshirë, por nuk i kanë mundësi të u amundsoj Zotit të shkojnë sikur në haxh dhe në umre, që na i fal gabimet tona, të jemi prej atyre të pastër, dhe të jemi prej atyre që na shtohet vllazëllaku, na shtohen punët e mira, bëjmë veprat të cilat e kënaqin Zotin dhe kënaqemi mes vete në këtë botë, dhe na mundson Zoti që të takohemi në botën tjetër, ashtu qysh na ka taku në këtë botë. Faleminderit edhe një herë juve dhe stafit tuaj, Zoti e koft në ndihmën tonë, dhe inshallah shpresoj që të takohemi edhe në ndonjë emision tjetër, pse jo. Allahu shpërbleft. Allahu shpërbleft, faleminderit shumë, dhe me lejen e Allahut patjetër do të takohemi edhe në programet e tjera të cilat do të mund t'i realizojmë, e me shpresë tek i madhi Zot që së shpejti të ju mirëpresim edhe në Kosovë ta realizojmë programin këtu nga studio në Prishtinë. Ndërkohë, shikues të dashur, miq të nderuar, edhe juve ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, për kohën tuaj që ndat bashkë me neve në këtë edicion të sotëm të emisionit Drita e së Vërtetës. Isha unë Avni Lugeqin në drejtim të këtij programi, prapa transmetimit dhe për përkujdesjen teknike u përkujdes kolegu Kushtrim Guraj dhe gjithë ekipat të tjerë që u përkujdesën për këtë transmetim. Në emër të tyre ju falenderoj dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në edicione të tjera. Deri në takimin tonë të radhës, Assalamu alaikum rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.